Dje rreth orës 19 në stacionin policor në Kamjan, 35 vjeçari me iniciale MB ka denoncuar se në fshatin Bogovin, personi me iniciale LE, 65 vjeçar nga Bogovina, fizikisht e ka sulmuar djalin e tij të mitur. Pas zbardhjes së rastit do të ketë padi adekuate. Dje në ora 15:50 në stacionin policor Gostivar është raportuar se në rrugën lokale Gostivar fshati Gradec ka ndodhur një aksident trafiku. Në mes të automjetit të udhëtarëve Opel Meriva me targa të Gostivarit i drejtuar nga HH 58 vjeçar nga Negotina dhe automjetit të pasagerëve Golf me targa të Gostivarit i drejtuar nga 35 vjeçaria me iniciale IS nga Debreshi i Gostivarit. Në aksident, vozitësja e Golfit ka pësuar lëndime të rënda të konstatuara në qendrën emergjente të Gostivarit. Është kryer hetim në vendin e ngjarjes. Dje në ora 7, zyrtarët policor të Gostivarit kanë privuar nga liria personin me iniciale DM 36 vjeçar nga Gostivari. Gjatë kontrollit në banesën e tij, të kryer me urdhër të gjykatës, efektivët e policisë gjetën dhe sekuestruan marijuan. Pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të ngrihet padi përkatëse.